Zonja Fatime, mirë se erdhe dhe faleminderit që jeni me dëgjuesit e Radio Kosovës. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën e nderuar Vera. Ju përgëzoj për emisionin dhe ndihem shumë e nderuar që sot në mëngjes po e fillojmë këtë program kulturor së bashku në bashkëbisedim për atë që promovohet kultura shqiptare. Faleminderit dhe juve, sepse ju keni ardhur për pak ditë nga Zvicra dhe jeni shumë e angazhuar dhe gjatë të kohë të jeni edhe në studion e Radio Kosovës. Pse po qëndroni këto ditë kaq shkurt në Kosovë? Zakonisht kur vi për aktivitete, për punë, për projekte, faktikisht për pak ditë arsyeja sepse edhe atje kam punën, kam aktivitetet dhe nuk mund të qëndroj më gjatë. Pushimet kuptohet që janë për pushime, janë verore dhe dimrore, ndërsa këto ditë 3-4 ditë vetëm qëllimet, vetëm angazhimet, punët, profesionet, do të thënë, na detyrojnë me qenë më aktiv edhe disi një agjendë më të ngjeshur për një periudhë shumë të shkurtër. Po. Më 15 dhe 16 nëntor do të mbahet në Zvicër festivali mbar kombëtar folkloriku dhe ju jeni ndër organizatorët. Si e keni parapar këtë festival? Po, falenderoj edhe një herë për ftesën, pikërisht për të folur për festival, sepse njerëzit ndoshta edhe nuk kanë edhe aq njohuri, sepse nuk është ndoshta edhe një projekt apo një festival që është mbajtur ndonjëherë. Do të thënë po mbahet për herë të parë. Po, ky festival mbahet për herë të parë, është edicioni i parë, edhe ideja ka qenë pikërisht për ta themeluar dhe për të qenë i përjetshëm, për të promovuar kulturën shqiptare, duke pas parasysh se jemi shumë shoqëri kulturore artistike brenda kufive dhe jashtë kufive të Zvicrës, por ideja dhe dëshira ka qenë për të themeluar një festival për të promovuar kulturën shqiptare së bashku me grupet artistike. Pasi që jam edhe vetë në grupin artistik Shoqëria Kulturore Artistike e Ilirët në Lozan, jam pjesë e shoqërisë, jam nënkryetare dhe kam thënë që dua ta themeloj dhe dua ta realizoj së bashku me shoqërinë, kuptohet. Po, do të mbahet në Lozan, pra pikërisht në muajin nëntor, me 15 dhe 16. Ishin të qëllimshme këto data dhe pikërisht ky muaj, apo rastësi? Faktikisht kemi menduar qoftë nga fundi i tetorit, qoftë fillim të nëntorit, por duke pas parasysh që pushimet shkollore janë gjithmonë në muajin tetor dhe pastaj kemi menduar provat që të jenë më të lehta, angazhimet nga prindërit, nga fëmijët dhe koordinimi mes nesh, mes shoqërive kulturore kemi lënë për muajin nëntor, pasi që është edhe festa e nëntorit, 28 nëntorit, dita e flamurit, shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, dhe kemi menduar që ta bëjmë pikërisht në këto data sepse duke pas parasysh 28 nëntorin gjithmonë që kremtohet festa e flamurit, ndoshta përfaqësuesit e institucioneve në pamundësi të vinë po ato data kemi bërë më herët për arsye që t'jenë sa më të lirë për ato data që të na nderojnë jo vetëm neve, por festivalin dhe mbar kombin duke promovuar vlerat shqiptare. Po, festivali është mbar kombëtar. Sa shoqëri kulturo-artistike do të marrin pjesë dhe nga cilat vende shqiptare, përveç atyre që janë në Zvicër? Faktikisht unë kam menduar që të ftoj edhe grupe artistike jashtë kufive, por në pamundësi të financave të njëjtave financiare, sigurisht që kërkon kosto, dhe aktualisht i kam 12 grupe artistike, edhe brenda kufive, por edhe jashtë. Kam edhe nga Gjermania, nga Italia, e të tjerët janë nga Zvicra. Por vitin tjetër, vitin ardhshëm, po shpresoj që do të kemë nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, për arsye se dua t'i bëj bashkë gjitha trojet shqiptare dhe t'i shkëmbej këto provoja mes artistëve. Qoftë një fillim i mbar për ju dhe për të gjithë komunitetin shqiptar dhe për të gjitha grupet folklorike, se edicioni i parë qoftë një nismë e mbar.
Faleminderit. Dhe ju përgëzoj për gjithë këtë punë, gjithë këtë angazhim që po e bëni duke mos e harruar identitetin. Mendoj se po që se nuk e dim prejardhjen nga jemi, ti je i humbur, kështu që për mua ka rëndësi nga jemi, rënjet nga i kemi, për mua ka rëndësi gjuha, kultura dhe tradita shqiptare dhe dua qëllimi im është që të promovojmë kulturën shqiptare. Ta përcjellim ndër breza dhe t'ju tregojmë fëmijëve tanë, t'ju flasim gjithmonë për atë tradit, sepse neve kemi një tradit shumë të pastër. Jo vetëm në muzikë, në valle, por në përgjithësi. Sa vlerësohet gjithë kjo punë, gjithë kjo angazhim atje në Zvicër? Çmohet lart, duke pas parasysh shkëputjen nga vendlindja, nga dheu, duke pas parasysh largimin dhe ajo që ndoshta më së shumti dita ditës e vlerësojmë, zbehjen e komunikimit, çdo gjë që është shndruar në një, nuk jam person pesimist, por që është e dhimbshme, faktikisht tash edhe teknologjia e ka bërë të vetën, jemi larguar kogja shumë, komunikimin e kemi shumë të rrallë, po thuaj se ndoshta edhe dinamika e jetës. Dinamika ka qenë gjithmonë, sepse sa kanë punuar prindrit e tanë dhe ne, nuk besoj që të rinj punojnë, por teknologjia ju merr kohë aq shumë, sepse koha është e çmuar dhe nuk ka çmim, dhe nuk din ta vlerësojnë kohën duke humbur kohë dhe energji të kohët për gjëra të kota. Kur kemi prioritete tjera, kur kemi mundësi për të krijuar gjëra të bukura, për të promovuar gjëra të bukura dhe për të përquar gjëra të bukura, mesazhe të mira, për të lënë gjurmë të pashlyera për të ardhmen. Dhe thash, po e përsëris, është teknologjia që ndoshta neve na ka bërë që të humbim edhe këtë rrjetën e komunikimit, të qasjen dhe qëndrimin njëri me tjetrin, se nuk është sikur kur je të drejt për drejt me personin, sikur kur je nga larg. Unë e di, ju kam falendëruar edhe disa herë që më keni ftuar në emision gjatë linjës telefonike kur kam qenë në Zvicër, por edhe kësaj radhe, edhe kur kam qenë ftuar, më keni thënë nëse dëshironi të jeni prezent shumë më mirë, por edhe nga larg do t'ju mundsoj këtë intervistë. Por faktikisht kam shpreh dëshirën të jem prezent edhe të jem, sepse energjia, dashuria, respekti është më i ndjerë, më i afërt, dhe kur njihemi njëri me tjetrin, edhe çdo gjë bëhet më e bukur, vlerësohet më tepër faktikisht. Zonja Fatime, deri tani folëm për këtë distancën që po krijohet dhe tani sigurisht fajtore, po e bëjmë teknologjinë. Për brezat e rinj, po i shohim çdo ditë se janë shumë ndryshe, por brezi i mesëm dhe ai më i vjetër, po e kam fjalën për aspektin kulturor, letrar. Sa jeni të angazhuar dhe të organizoni qoftë mbrëmje poetike, se në Zvicër ka shumë shqiptarë që janë edhe shkrimtarë, edhe aktorë, edhe merren në përgjithësi me kulturën. Sa organizoni shpesh apo shumë rrallë, si është çështja e komunitetit shqiptar në Zvicër? Thënë të drejtën, ne me komunitetin shqiptar më mburremi, pavarësisht se kohëve të fundit, kjo pjesa kur është fjala për letërsi, edhe kjo pjesë është zbehur, organizimet letrare, sepse kur fillojnë çdo gjë të personalizohet, ti marrin gjërat personale apo përfitime personale apo për emra, faktikisht arti nuk e ka të bëj emër, por arti ka të zhvilloj art. Edhe është zbehur, por ajo që më bën të mburrem dhe jam e lumtur e krenare, jo vetëm për brezin e parë, dytë, por tani edhe për gjeneratën e tretë, sepse jemi 3 gjenerata në Zvicër, por ajo që i lidh tani për tani është vallja dhe muzika. Është vallja më tepër, sepse e kanë këtë mundësi,
për të vallëzuar dhe për të komunikuar me ato ndjenjat shpirtërore, emocionale, ku promovohet kultura shqiptare, ndërsa për këndim është pak më vështirë për arsye edhe të kohës, sepse kërkon shumë angazhim, megjithatë nire po përpiqemi që ta mbajmë gjallë kulturën shqiptare, duke pas parasysh pikërisht po shkojmë prapë tek teknologjia që mos t'i harrojmë traditat, mos ta harrojmë të kaluarën dhe qëllimi ynë është për ta mbrojtur identitetin, për ta ruajtur dhe për të promovuar gjithmonë kulturën shqiptare. Edhe pse fëmijët e tanë janë të lindur të rritur në Mërgim, prindrit tashmë dihet që janë atje, po edhe gjyshit shumica nga ata i kanë në Zvicër apo në Gjermani, në shtetet të Evropës perëndimore. Dhe faktikisht kur nuk kemi familjar në Kosovë apo Shqipërinë nëpër vendet jashtë Mërgimit, larg Mërgimit, thënë të drejtën mandej vetvetiu po zbehen pikërisht dhe po largohemi nga vendi, por gjithmonë qëllimi ynë është për të sjellur fëmijët e tanë sa më shpesh në vendlindje, në atë jetë lidhshmëria me të afërmit të paktën dhe t'ju tregojmë nga janë nga kemë frejardhen, t'ju tregojmë për kulturën tonë, për traditat tona, sepse i duan shumë. Edhe kjo faktikisht na bën që të ndihemi të lumtur me gjeneratën, sidomos me brezin e ri, me vajzat e reja, me vallet e tyre, që aty kur bëhen bashk këndojnë shqip, vallëzojnë shqip, Kjo është kontributi prindërve sigurisht, të cilët duan ta mbajnë gjallë këtë. Në këtë rast meritat janë të përbashkëta, po dua t'i falenderoj prindërit për angazhimin e tyre, sepse duke pas parasysh që tani është një jetë shumë dinamike dhe vërtet në perëndim është çdo gjë më e vështirë, sepse të ruash dhe të promovosh kulturën shqiptare në vend të huaj thjesht është një sakrificë, është një mund, kërkon kohë dhe angazhim, por duke i falendëruar prindrit, duke i falendëruar edhe pjesëtarët e shoqërive kulturore, grupet artistike, sigurisht që edhe kryetarët, në këtë rast në shoqërinë kulturore artistike e Ilirit nga Lezona duhet ta falenderoj kryetarin për përkushtimin që e ka dhe për vullnetin, edhe pse është i angazhuar shumë me punët e tij profesionale, por edhe gjithë kontributdhënësit, anëtarët, pjesëtarët e shoqërisë për ta mbajtur gjallë këtë shoqëri dhe për të promovuar gjithmonë më të bukurën. Po, zonja Fatime, se po na ikin minutat shumë shpejt, ju përveç që shkruani e merreni me shumë aktivitete kulturore edhe këndoni. Cila është kënga juaj më e re? Kënga ime më e re është dhe kur do të lansohet, kur do të kemi mundësi ta dëgjojmë? Para 2 ditë kam bërë videoklipin, edhe nuk kam dashur ta bëj publike për arsye që e kam pritur prandaj pas nëntorin në Kosovë për kaq shkurt. Po, edhe kam dashur që kjo këngë të promovohet pikërisht në muajin nëntor dhe ta bëj publike për festën e 28 nëntorit, ku edhe kam dëshirë që t'jetë edhe një lloj himni për festivalin folklorik ndërkombëtar i Ilirit Johojnë që do të mbahet me datën 15 dhe 16 nëntor, dhe teksti i këngës ka mesazhe, siç e dini edhe përmes poezisë, gjithmonë vargjet e mia janë një mesazh që e përçoj, por gjithashtu edhe këngët. Ky tekst ka për qëllim jo vetëm ruajtjen dhe kultivimin e kulturës, por edhe të identitetit, por gjithashtu tregon një dashuri, tregon një bujari, tregon respektin që kishim dikur dhe me shpresë që kjo këngë të bie në veshin e gjithë atyreve që bëjnë përçarje të ndryshme, që ndoshta qëllimi i këngës ka qenë kjo. Jemi një, bashkimi bën fuqinë. Të lutem, dhe qëllimi i kësaj këngë ka qenë që të gjithë jemi të barabartë dhe jemi të detyruar me domosdo, edhe pse ka humbur respekti, ta respektojmë njëri tjetrin. Besimi është një Zot kemi dhe jemi të gjithë një, sepse kemi një gjak dhe kemi një emër, jemi shqiptar, jemi një këmbë. E keni shkruar tekstin e kësaj këngë vet? Po. Si titullohet kënga? Ku ka zemër që rreh shqip. Një flamur e mban në shpirt. A mund na këndoni një strofë
për dëgjuesit tanë, edhe pse nuk e keni lansuar ende këngën, ta dëgjojmë pak. Nga të parët në përbreza, urujt fjala edhe besa, gjithat rojet arbërore, mbrojmë gjuhën ton hynore. Dite nati lutem Zotit, për atë gjak të kastriotit, në sofrat tona mos ketë ndarje të bashkuar zemrat shqiptare. Në gjdo skaj të botës ku do ne që jemi, kombin ton të ruajmë një adhë dhe kemi. Ku ka zemër që re Shqip, një flamur e mba në shpirt, një flamur, një gjak, një emër, shqiptarin e ka në zemër, shqiptarin e ka në zemër. Shumë e bukur, shumë urime dhe shumë suksese edhe në të ardhmen dhe faleminderit që këndove këtu ende pa u lansuar kënga. Edhe nuk ishte e para vera, sepse nuk e dija që do të këndoja, por faktikisht edhe qëllimi i këngës pikërisht teksti është sepse jemi një edhe mesazh shumë i fuqishëm, patjetër. Mesazhi ka rëndësi. Zonja Fatime, përveç edicionit të parë të festivalit mbar kombëtar që do të mbahet më 15 dhe 16 nëntor në Luzan të Zvicrës, ku do ta themeloni ju. Përveç këngës që do ta lansoni këtë muaj në muaj nëntor, ju keni shkruar në vitin 2025, pra këtë vit edhe një roman, Fatimja 1 dhe 2. Na flisni pak të lutem edhe për romanin, sepse kemi shumë pak kohë. Romanin e kam fillu me shkruar që shumë vite. Sepse ju jeni si poete, jo si romanciere. Po, faleminderit shumë. Faktikisht romanin kam fillu me shkruar kur kam shkuar në vitet 95 në Zvicër, shkëputja nga familja, nga vendi, edhe ka qenë i vështirë, edhe kur përballesh me sfida, me një vend tjetër, me gjuhë të huaj dhe disi ndjesh shumë e përhumbur, faktikisht për mua ka qenë një lloj ndihmese, një lloj terapie që jam munduar edhe të shkruaj poezi, jam shprehur dhe jam mëshiruar ato e kam gjetë veten, por edhe në ndërkohë duke u përballë çdo herë me sfida, me problemet të jetës, cilët na servojnë çdo ditë, të cilat janë për secilin. Po, absolut, nuk mund t'ju shmangim sepse janë pjesë të jetës dhe pastaj kam filluar që të rrëfehem në roman, por jo vetëm jetën e Fatimës, por edhe shumë Fatimeve të tjera, sigurisht të nënave tona, gjysheve dhe të motrave tona. Dhe për këtë dua ta falenderoj gazetarin e mirënjohur i cili është edhe recenzenti i romanit, Fatimja 1 dhe Fatimja 2, zotin Shaqir Foniqi, gazetarin e mirënjohur që dua ta përshëndes nga zemra. Dhe autori disa librave dhe ai? Absolut. Edhe njëri ambasador i paqes, sepse është edhe paqësor, dhe vizionar, njëri me një bagazh shumë të madh. E kam pas fatin ta kem dhe kolegë, kështu që e përshëndesim të dyja. Patjetër, gjithashtu e falenderoj nga zemra edhe profesorin Nazmir Ramani, i cili është edhe redaktori i romanit tim, e për titull tash ata kanë zgjedhë që libri romanit të titullohet Fatimja, edhe për kopertinën është një kopertinë që në momentin kur e shef është shumë emocionale dhe shumë domethënëse për ata që e kuptojnë, sepse ka dhimbje, por ka edhe triumf në fund të romanit. Kështu që e kam votu këtë Personazhet janë reale sigurisht. Patjetër, gjithçka është e vërtetë, por thash nuk është vetëm jeta e një Fatime, por edhe shumë Fatimeve të tjera, por titulli ka qellu kështu të fatmirësisht,
dhe për këtë dua t'i falenderoj dhe jam shumë mirënjohëse, sepse për të promovuar një libër në shtëpinë botuese Fai Konica dhe të bashkëpunosh me një personalitet siç është profesori Nazmi Rahmani, vërtet duhet të jesh në një nivel kogja të lartë dhe janë ca kriterë që duhet përmbushur, prandaj përderisa është vlerësuar romani dhe e ka marrë në dorë për ta punuar dhe për ta publikuar, për ta botuar, unë faktikisht nuk kam fjalë për të gjë përveç se ta falenderoj dhe të jam mirënjohëse. Zonja Fatime, thatë më herët çdo poezi e imja ka një mesazh, çdo këngë po ashtu. Për romanit, cili është mesazhi, sepse çdo shkrimtar e ka një qëllim, një mesazh derisa shkruan. Ju? Çfarë duhet bërë femra, sipas jush? Kur ballafaqohet me gjitha ato sfida që i përmendet pak më parë. Femra duhet të jetë e guximshme dhe e matur. Femra duhet ta mbron vetveten dhe ta mbron familjen. Femra duhet të tregon se kush është dhe femra është ajo që mban çdo gjë, është temeli i shtëpisë. Femra është për mua një hyjnesh dhe duhet falenderu Zotin, duhet qenë mirënjohës kur Zoti dhe bekon me një femër. Një vajzë që ajo është vajza dikujt, ajo bëhet motra dikujt, është gruaja dhe nana e një fëmije. Dhe duhet vlerësua dhe çmu lart femrën. Po, dhe një pyetje të fundit, sepse iku koha, ju jeni edhe ambasadore e paqes, si ndjeni për këtë? Për çmimet s'po flasim se iku koha. Jam e lumtur për një arsye, sepse lumturinë e gjen secili që don, e gjen tek vetvetja. Mos pret askush që të bëj të lumtur, mund të bëj për një çast, për një moment, por ajo që më bën të lumtur, pikrisht momentin, jo vetëm se kam marrë titullin, por pa qenë paqësor, nuk mund të jepet një çmim si ambasadori paqes universale, sepse vetëm njerëzit paqësor mund të jenë në shërbim të tjerëve. Arsyeja se në jetë gabojnë të gjithë, jemi me apo pa dashje, por që njerëzit paqësor falin dhe falin për të mos harruar, por falin për të jetuar dhe për të dëshmuar atë që posedojnë, gjithçka që kanë pozitive dhe të bukur. Faktikisht, kjo pjesë njerëzve të paqes i bën që të jenë më të suksesshëm dhe më që reflektojnë vetëm pozitivitet. Të falenderoj shumë zonja Fatime dhe faleminderit edhe një herë që ishe sot me ne dhe shumë suksese në të gjitha fushat e kulturës që merreni. Faleminderit edhe një herë dhe një mesazh për të gjithë, tregohuni paqësor, falni të gjithë dhe respektoni, sepse duke respektuar veten, respektoni edhe të tjerët. Sa më shumë dashuri dhe respekt për të gjithë. Faleminderit shumë. Të nderuar dëgjues, biseduam me krijuesen dhe këngëtaren Fatime Kalimashi.